përmes martesës ne në radhë parë rregullojmë aspektin shpirtëror, por afrohemi te Zoti i Madhërisht, sepse është ligji i Zotit. Pastaj plotësojmë aspektin e besimit, siç na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam se martesa plotëson imanin ose besimin. Pastaj përmes martesës plotësojmë edhe nevojat fiziologjike dhe biologjike, përmes martesës qetësohet edhe aspekti mental. Thotë gjenerata e re po kalon drejt martesë. Në momentin për në qatë ditë që pe realizon fejesën edhe aktin martesor. Mirë po kur i pyet, a je martun? Jo, thot unë jam fejes. Dhe tani kemi kërkesa të reja për gjenerata të reja, mundësitë ekonomike nuk janë shumë të favorshme dhe shpeshherë këtu bëhen shkak i ndarjeve. Është edhe një problem tjetër që unë nuk du ta mshefi, du ta publikoj këtu sepse është interes mendoj i shoqërisë tonë. E kemi një problem që shpeshherë familjet, po them, përzihen në jetën private të çiftëve të ri. Në jetën e përditshme, po hasim vështirësi shumë të mëdha në realizimin e martesave, mirë po edhe pas martesës po hasim në problematika jo shumë të vogla, me të cilat merren përveç anës psikologjike, psikologët, shumë njerëz shkojnë edhe tek hoxhallarët të cilët janë të specializuar për çështjet e, domethënë, të martesave apo edhe të divorceve. Prandaj për ta diskutuar çështjen dhe për të vetëdijsuar shoqërinë rreth rëndësisë së martesës, po ashtu për t'u informuar se fetarisht çifti në cilat momente ka të drejtë të kërkojë divorc, apo si duhet të shkohet deri te divorci dhe si një grua llogaritet e divorcuar, e kam nderin që sot në podcast me vlerën ta kem hoxhën e nderuar Sadat Rustemi. Faleminderit shumë hoxh që e keni pranuar ftesën. Faleminderit edhe ju. Hoxh, sot po hasim shumë në problematika, e dim edhe ju që jeni do të thotë shumë kompetent sa i përket pjesës së çështjeve sociale, edhe konkretisht pjesës së martesave, po sot u bë edhe divorci, pjesë domethënë e përditshmërisë sonë. Po që me e ditë opinioni njerëz pak më qartë pjesën e martesës. Çka konsiderohet martesë apo si janë hapa deri tek një martesë në aspektin fetar? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju uroj për emisionin. Lutem që Zoti i Madhërisht të jap sukses dhe njëkohësisht përshëndes edhe audiencën tuaj. Parimisht, para se të kaloj në përgjigje të konkretizimit të pyetjes, do doja që ta e vetëdijsojmë dhe t'ja përkujtojmë rinisë tonë vlerën e martesës, madje jo vetëm rinisë, po mendoj edhe prindërve dhe shoqërisë në përgjithësi, për faktin se ne jemi një shoqëri me vlera, do thotë kështu ne përkufizoj dhe zatën krejt ajo historia jonë e kaluar determinon këtë realitet, se ne jemi shoqëri sociale, jemi shoqëri që kemi ndërtu vlera, shekuj me radhë, dhe unë promovoj këtë me dashamirësi dhe me mburje që në kuadër të këtyre vlerave që i ka pas shoqëria jonë, edhe sociale, edhe të kanë vështrime të tjera, kanë na kanë ndihmu në tejkalimin e krizave tona, edhe politike edhe ekonomike, do thotë shtetet përreth, po flas evropiane edhe më gjerë. Prandaj them që ne këto vlera që i kanë mbjell pararësit tonë duhet i ruajmë. Parimisht, feja islami ka dhënë një rëndësi shumë të madhe martesës, prandaj dhe konsiderohet fondacioni ose institucioni më i rëndësishëm në jetën sociale, e që unë me thjesht kur e shpjegoj këtë çështje them që kjo është vetmja fabrikë madje që e prodhon njeriu. S'ka tjetër, është martesa burr-gru. Prandaj Kurani me tekste veçantë, po edhe mesazhet profetike i ka dhënë një konotacion shumë të rëndësishëm martesës, thrasin në martesë, prandaj dhe dietarët islam
juristit musliman, kur e kanë trajtu martesën, e kanë trajtu nga këndvështrimi i obligueshmërisë, do thot për njerëzit, varësisht edhe prej gjendjes sociale, por parimisht mbetet martesa ligj, rregull islam, ligj i Zotit, me qëllim që të plotësohen vlerat e jetës së kësaj bote, nga se përmes martesës ne në radhë parë rregullojmë aspektin shpirtëror, por afrohemi te Zoti i Madhërisht, sepse është ligj i Zotit. Pastaj plotësojmë aspektin e besimit, siç na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam se martesa plotëson imanin ose besimin. Pastaj përmes martesës plotësojmë edhe nevojat fiziologjike dhe biologjike, përmes martesës qetësohet edhe aspekti mental edhe psikosocial, përmes martesës formohet, krijohet familja, zgjerohet familja, rrethi, shoqëria kështu me radhë, pra të mira të shumta. Mirë po, ky institucion ose fondacion, sikurse edhe të tjerat, kanë rregulla. Tani vim duke konkretizuar pyetjen tuaj, ka rregulla, ka ligje, ka norma, por ndryshe do të shpërfillej kjo normë nëse nuk do të kishte parime dhe rregulla. Prandaj unë mendoj dhe kështu e trajtojnë edhe dietarët islam, thonë se martesa në fakt bën pjesë te kontratat, te çështja e kontratave. Martesa në fakt është një marrëveshje, është kontratë mes dy personave dhe dy familjeve. Prandaj nuk ka martesë me teke, nuk ka martesë veç hajt, por ka rregulla, parimisht pra kërkohet që të jenë në pajtueshmëri çiftët, ose në radhë parë të plotësojnë kriteret çiftët, të cilët duan ta realizojnë martesën, këtë rast mashkulli dhe femra, të jenë pra të moshërritur, të jenë do thot psiqikisht mirë, sepse ka obligime, ka detyrime për dy çiftët, e pastaj kërkohen edhe plotësimi i standardeve, ta e pranojnë njëri tjetrin, ta e pëlqejnë njëri tjetrin, pastaj vjen shprehje edhe marrja e lejes së vajzës nga personi i autorizuar, nga prindi ose nga kujdestari, siç ka në hadithin e saktë ku pejgamberi sallallahu ka thonë, s'ka martesë të pranuar te Zoti pa pëlqimin e kujdestarit të dy dëshmitar. Këtu ndoshta ja vlen pak me thjeshtu se si realizohet ndoshta fejesa në radhë parë, sepse edhe në parimet islame, po në traditën tonë, po flas traditën tonë shqiptare, sepse ne do thot kemi shekuj që jemi përkatësi islame, prandaj dhe i njohemi këto rregulla mirë, po duhet ja përkujtoj rinisë që këto rregulla që kanë qenë tek ne, ose kjo traditë pe quaj që ka qenë vendin tonë, është traditë tipike islame që e kanë trashëguar, do thot e kemi trashëguar nga paraardhësit tonë brez pas brezi, kemi pra fillimisht fejes, edhe fejesa determinon pra një pëlqim për martesë, është pajtim për martesë, nuk është asgjë më shumë, vetëm një është një pëlqim ose një premtim që e jep çifti për një martesë e cila do të realizohet, e që në traditën tonë, do thotë, është konsideru fejes ku ka pranu pra edhe çifti, po ka pranu, ka pajtu edhe familja, në këtë rast familja e vajzës, baba, ose nëse ka pas kujdestarin dikush tjetër pas babës, ka pranu që x personi me bë dhëndër. Goja që kjo ka qenë domethënë fejes. Edhe këtu hyn do thotë ajo radha ose hyn do thotë rregulli i fejesës. Pra një lloj përhajri, siç njihet në traditën tonë, me marr dorën. Do thotë kur ka shku vëzhguesi ose mësiti në fakt me disa anëtar të familjes së djalit, edhe ja kanë bë përhajr. Që kjo është konsideru fejes. E pastaj, edhe pse kjo në fakt mund ta merr edhe statusin e martesës, në momentin që i bëhet përhajr nga ana e kujdesarit e vajzës, në radhë parë tham janë pajtueshmëri çiftët, djali dhe vajza. Pastaj është pëlqimi i kujdestarit të vajzës, ka dhe dëshmitar aty, jashtë familjes së ngushtë. Kjo konsiderohet në fakt edhe mund të konsiderohet edhe akt martesor, ani pse për aktin martesor doja pak ta zgjeroj bisedën, sepse ka nevojë ta bëjmë dallimin mes fejesës edhe niqahit ose aktit martesor siç njihet tek ne, sepse tek gjenerata e re, po flas pas luftës,
kemi një ndryshim, po flas në traditën tonë, jo në aspektin islam, po në traditën tonë, në të kaluarën po flasim para luftës të fundit, para vitit 2000 tutje, do thot në momentin që ka shku mësiti vëzhguesi, e ka marrë pëlqimin dorën, siç e thon traditën tonë, nga familja e vajzës, u feju, kjo konsideru fejes. Dhe në asnjë formë nuk është kuptuar që në këtë kohë këta kanë të drejtë ta trajtojnë njëri tjetrin si të martuar. Po flas në traditën tonë. Madje kanë qenë të privuna, sepse kjo nuk është prej fesë tonë, nuk është prej islamit që mos më u pa të fejunit. Kështu ka qenë tradita e popullit tonë, deri vonë që nuk kanë pas të drejtë ta shohin njëri tjetrin, vajza edhe djali që dojnë me u feju. Po edhe pas fejesës, deri në martesë nuk jenë pa. Kjo konsideru marrë ku ta diun, mirë po kjo nuk përket me traditën tonë islame. Këto kanë ardhur nga më tepër nga aspekti kanonor. Mirë po kështu ka qenë. Fejesa edhe kështu është edhe me islam. Në momentin që bëhet përhajri është fejes ose premtim për martesë. I jep çifti i premton palës tjetër premtim për martesë. Kur gjë më shumë kjo hyn në radhën e fejesës. Çfarë rregulla, çfarë norma kanë në çit kohë ose në çit periudhë. Në këtë periudhë pra çiftet nuk kanë të drejtë të vetmohen, sepse ata vetëm i kanë dhënë premtim njëri tjetrit që do të martohen. I kanë dhënë premtim, prandaj në këtë kohë nuk kanë të drejtë të vetmohen, nuk është mirë të dalin vet derisa t'ja bëjnë përhajër, pra kujdestari i vajzës, baba ose axha ose vllau, t'ja bën përhajër, pra vajzën ose motrën ose mbesën, dhëndrit nuk kanë të drejtë të vetmohen. Në momentin që ja bën përhajër, pra këtu është fejes edhe është, do thot, është akt edhe martesor. Mirë po, parashihet pra të plotësohen ato kriteret që i ceka, përveç pra pranim pëlqimit të dy palëve, edhe ta e shprehin gojarisht, ketë edhe dy dëshmitar prezent kur të bëhet pra përhajri ose akti martesor, tjetë pëlqimi kujdestarit të vajzës, në mungesë të kujdestarit të vajzës, mund ta merr edhe përmes telefonit, për shembull, nëse nuk është fizikisht baba ose vllau, nuk prish punë. Edhe mendoj se këtë çështje kanë ngritur edhe shumë dietarë, edhe në kaluar, po sidomos bashkëkohor, është mirë këto gjëra të definohen. Akti martesor, pra kontrata martesore, niqahi, është mirë të shkruhet në letër, për faktin se kanë me u definu disa të drejta, disa rregulla, siç është për shembull parimi ose rregulli i meherit, dhurata e martesës, shpeshherë ka probleme, qoftë edhe në jetën martesore, thotë jo i kum thon kaç, nuk i kum thon kaç, ose kur të vinte ndarja, mund të kenë kontradita ose vinë deri te mosmarrveshjet, ose edhe për ndonjë kriter tjetër, sepse kur të bëhet akti martesor ose niqahi, siç njihet edhe në gjuhën arabe apo në popullin ton, kanë të drejtë çiftet, palët, të vendosin kritere për njëri tjetrin. Pra ka të drejtë vajzat kërkojnë diçka të veçantë, për shembull kërkon që unë du me punu, unë du të shkollohem mas martesës, unë du ta kem një shërbëtore mas martesës, ose kriteret të ngjashme, vetëm po i numëroj disa. Ose për shembull burri ka kritere, për shembull thotë unë ka të drejta e parashtrona, e pranon gruaja se pranon është çështje tjetër. Thotë për shembull, unë du që gruaja mos punoj. Du që gruaja të bën kaq fëmijë, e të ngjashme, këto është mirë të shënohen. Pse? Pra nuk janë të detyrueshme, por janë do thotë preferohen që me ju paraprit gjërave që mos vinë deri te konflikti ose te mosmarrveshjet ose te zbehja e raporteve. Dietarët islam ose juristët musliman këtë e kanë parapa që herët, sepse siç tham, kontrata martesore niqahi bën pjesë te kontratat e përgjithshme. Zoti i Madhërisht në citatin e borxhit, si njihet në Kur'an, që është citati më i gjatë në Kur'an, në fillim krejt e bën një thirrje te kontratat që të shënohen. Thotë ja ju helladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu. O ju besimtar, kur të huazoni për njëri tjetrit, gjëra shënoni. E ky citat konsiderohet citati i borxhit, madje e nxjerrmi si
si vlerë nga ky citat, juristit muslimanë nxjerrin që edhe kontrata martesore, madje edhe kontrata të tjera, huamarrja, borxhi, pra të ngjashme, është mirë, është e preferuar që të shënohen, sepse mund të harrohen ose mund të vdes një napal. Edhe kontrata martesore është mirë që të shënohen. Hoq, më fal, se e di që ka dhe shumë mirë, po du pak që me e qartësu për shikust. Do me thonë fejesa, kush duhet me qenë prezent në procesin e fejesës? Në fejesa që u llogarit ju nika. Po, në fejes mund tjetë vetëm djali, dhëndër në këtë rast, që do të bëhë dhëndër e fejuara edhe antarët e familjes së tij, që i bie baba ose vëlla ose dikush tjetër. Pra, sepse kjo është vetëm një premtim. Është një premtim që na jemi shkurt thjesht pa e egzageru, na jemi pajtimit që me bë miqësi. Që kjo është premtim për fejes, që kjo është fejes. Se në kohën tonë, do thotë, gjenerata e ri po kalon drejt martesë. Në momentin, por në qatë ditë që pe realizon fejesën edhe aktin martesor. Mirë, po kur i pyet, a je martun? Jo, thot unë jam fejes. E pra unë këtu po du me bani trajtim, sepse këtu tani kemi probleme. Për atë arsye unë parashoj mbas të studimeve dhe mbas të përvojës që kam, duhet mu bani ndarje. Pra një dallim mes fejesës edhe martesës. Pra akti martesor preferoj, para pëlqej, kam ligjeru kogja gjatë dhe shumë në këtë temë, edhe në xhamin tim edhe në media, që aktin martesor, nikahin është mirë me e ba disa ditë para martesës. Që i bjen. Martesa duhet mu çka quaj martesë? Martesa kur hin dhëndër, thjesht e kanë përcaktu darsmën. Darsma nuk është e obligueshme, ceremonia e darsmës, mi për në traditën tonë zakonisht, po themi për shembull me një korrik e kum shpall darsmën. Është mirë pak ditë para darsmës me bë aktin martesor. A ka në arsye? Arsyet janë të shumta. Prej arsyet që unë shoh dhe këtë kanë cekë edhe disa studius dietar islam bashkëkohor, po unë e flas edhe nga përvoja ime e vendit, duke bën një dallim nga gjenata e kaluar, them se ka keqpërdorime. Sidomos ka keqpërdorime për gjininë femërore, ose dëmtohet gjinia femërore, vajza, femra dëmtohet, ku për shembull nëse na e trajtojmë vetëm fejes. Nëse ndodh divorci në fejes, nuk ka kurfar përgjegjësie. Burri nuk ka kurfar përgjegjësi ndaj gruas. A nëse shpallet martesa, e që një pjesë e rinisë për shembull thotë unë jam vetëm i fejun, kurse gruan e shfrytëzon si gruë të martuar, që i bie përgjegjësi. Që i bie se duhet jemi shumë i drejtë për drejtë, që i bie se ata edhe vetmohen, sipas 4 shkollave juridike, nëse një mashkull me një femër vetmohen në një dhomë dhe kanë pas vetëm biseda, momentin që dalin nga ajo dhomë e kanë shpall divorcin, ata trajtohen të martuar, edhe nëse kanë qenë fejes. Prandaj këto janë norma që duhet mi pas parasysh. Prandaj ne themi që nuk ban me u vetmu në periudhën e fejesës. Pse? Periudha e fejesës është edhe periudhë testuese. Pra e jenë të testu njëri tjetrin, a përshtatën në aspektin fetar, a përshtatën në aspektin mental, a përshtatën në aspektin ideor të jetës. Pra që kjo është periudha fejesës. Për atë arsye ne edhe këtu e parashojmë edhe një preferencë tjetër, mos jetë shumë e gjatë periudha fejesës. Do të thonë ata munden me u taku, po jo mu vetmu. Jo mu vetmu, mund takohen. Por mund takohen. Që mu njoftu që me ditë apo dojmë me vazhdu hala. Ashtu, mund takohen me prezencën e ndonjë antari të familjes, vajza, pra me vllain, prindin ose diken, ose në një ambient të hapur. Madje, nëse fejesa ka ndodhur, edhe pse s'është traditë jona, po në aspektin islam kjo lejohet që ka drejt dhëndri me shku në familjen e gruas. Ka drejt në familje me shku, edhe shkëmbejnë ide, mendime se këta janë në fejes. Pra, mirë po të trajtohen vetëm si të fejuar. Në momentin që kryet akti martesor, pra nikahi, ata kanë të drejtë, por legjitimohet fejesa edhe martesa. Çka po ndodh tash në shoqërinë e këto 20 vitet e fundit? Edhe këtu po ndodh, do thotë, konsideroj një gabim te një pjesë e rinisë. Për fakti se ndodh nikahi, kjo këshillet shkon për prind. Ndodh akti martesor, nikahi në ditën e fejesës që pja bën për hajër edhe nikahi. Kur e pyet babën e vajzës, thotë unë e kam feju vajzën. Ata e trajtojnë njëri tjetrin si të martuar, që i bie, ai prej asoj dite e merr vetmuat me ta, shkurt thjesht kërkoj shumë mirë kuptim sqarim, po duhet audienca që ta ketë qartë, pra shkurt ata e trajtojnë njëri tjetrin si të martuar. Bajnë fjetjen, bajnë vetmien, gjitha. Ndërsa ata
të tjerëve thonë që ne jemi fejes. Nëse ndodh tash divorci këto, kush do dëmtohet? Dëmi në radhë parë që kanë vajzës. Sepse ajo nuk trajtohet nuk trajtohet në fejes, po trajtohet si e martuar. Ndërsa rregullat e trajtojnë si në fejes. Prandaj nuk i takon asgjë. Pra dëmtohet edhe moralisht femra, edhe materialisht, edhe emocionalisht, edhe familjarisht. Prandaj unë në bazë të përvojës e shoh që periudha fejesës të mbetet vetëm fejes, dojnë me përshpejtu martesën pa problem, mund mrana javës me realizu martesën, vetëm se e legalizojnë. Sot e bën niqahin, nesër mas nesër e shpall martesën edhe jetojnë pra në shtëpinë e burrit, siç ka qenë tradit. Jo për shembull shkon vajza, ninat e bën te i fejuari me çujt, edhe një muaj në shtëpi vet, edhe kështu edhe kur vjen ndarja, tash tham dami kthehet komplet vajzës. Hoq, faleminderit shumë, edhe e di që është temë shumë e gjonë, mirë po më duhet pak me ndërprej për një blog marketingu. Super zbritje në Emona Center. Vaj 905 ml 1.39, miell 5 kg 2.99, mëlmejsa 1 kg 4.15, qomsh 1 litër 0.79 cent, mish i bardh 2 kg 7.79, mushkri pule 500 gram 0.25 cent, pomfret 1 kg 0.99 cent, shtrudle 200 gram 0.99 cent, çokoladë me qomsh 80 gram 0.99 cent, chips 160 gram 1.29, çaj limon 1.5 litër 0.59 cent, lëng boronice 1 litër 0.55 cent, detergjent rrobash 6 kg 4.49, letër toaleti 1.99, shampon flokësh 600 ml 1.19. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Hoq, sqarime besoj tepër të nevojshme për ne si shoqëri, për shkak se sot në përditshmëri e shohim që dhe ne si musliman shumë procedura jemi duke i përshpejtu, për eks arsye për shkak se ndonjëherë kemi mbetë dhe në një farmesi në aspektin e fetar dhe në aspektin e shoqërisë pjesës tjetër të shoqërisë. Mirë po unë shumë shkurt, se e di që kemi edhe shumë e fol, po du me undal për shkak se kur i përmendet kriteret, e përmendet edhe gjendjen psiqike me qenë mirë. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që nëse pala, vajza ose djali kanë çrregullime mentale ose psiqike, atëherë domun ata nuk janë përshtatshëm për martesë. Edhe nëse të dytë janë. Edhe nëse të dytë ose nëse njëri. Prandaj edhe këtu kërkohet prej familjarëve dhe ata që i përfaqësojnë duhet mjaft sqaru këtë çështje, sepse personi, fëmiu nëse është me çrregullime mentale, po flas konkretisht psiqike, jo me kriza mentale, po psiqike, pra ka smundje psiqike, ai nuk është i deni për martesë, sepse martesa thamë është institucion, sikur se e mituri
Pra, nëse i mitori pra e merr statusin e martesës, atëherë i bie që ai nuk është i përshtatshëm për këtë institucion, sepse ky institucion ka përgjegjësi. Prandaj prej sugjerimeve që unë jap për nis gjatë këshillimit është, për shembull këtë kohën po flasim. Po flasim me standardet e prindve tonë ose gjyshëve tonë, po në kohën e sodit para pëlqet, jo obligativisht, po para pëlqet që i riu, pra, ta ketë kryt shkollën, tjetë i punësuar dhe hynë në këtë institucion. Jo pse dikush s'mundet mu martu pa qenë i punësun. Mirë po, personi cili martohet, du të me qenë vetvetja. Jo për shembull me u bë barre familjes, por pra ka prioritete në jetë. Kjo është ajo që du ta them, ka prioritete. Pra mbahet shkollimi, ne po flasim për kohën tonë, jo për para 100 vite që ka ndodhur. Në këtë kohë kryhet shkollimi, fillon punësimi, bën një pasuri edhe din se si ka tyrat, mbas kësaj edhe vepron. Pse funksionon? Kështu është edhe aspekti islam dhe kështu do duhej me funksionu, madje edhe sikur se shoqëritë të tjera. Jo ne të bëhemi barë e familjarëve, ose barë e shoqërisë, sepse kështu ne prodhojmë probleme edhe ekonomike dhe sociale të tjera. Shumë e vërtet. Hoxh, e përmendet e pjesa dëshmitarëve. Nëse kom kuptu mirë, do më thonë, duhet me qenë dëshmitar të thatë jashtë familjes së ngushtë. Preferohet. Për shembull, mos me qenë prind, mos me qenë vëllezërit, mos me qenë axhallar, sepse këta janë kujdestar të vajzës. Po me qenë më të lartë, mund të jetë djali i axhës, kusherini, djali i hallës, i tezës, një shok. Pse? Se është në një farformë një lloj konflikti interesi. Për faktin se nëse ndodh ndarja, se Islami shikon gjërat pak më gjatë. Atëherë nëse dëshmitarin familjar, atëherë është problem se ata do të anojnë ka personi i tyre. A kanë dëshmitar të rol nëse vjen ndarja? Po kanë rol. Çfarë roli e kanë? Kanë rolin për shembull sepse ata do duhej nëse për shembull vjen diskutim, po e zom dhurata martesës, meher që shpesh e kemi si problem, po e zom që djali ose vajza ka kërku meher, se është e drejtë e saj ekskluzive me përzgjedh vajza, ka përzgjedh për shembull një vetur. Edhe nuk është shënuar ajo. Edhe djali aty para aty në aspektin emocional e ka pranuar ofertën. Dëshmitarët kanë dëshmuar. Mirë, po pas një kohe e refuzon djali, jo thotë unë nuk më kujtohet. Atëherë, pra edhe dojnë me u nda këta, ne atë do t'i sillim me dëshmitarët. Nëse nuk është vendos në letër, nëse nuk është shenukje, do t'i thrasim dëshmitar. Ose për ndonjë çështje tjetër. Për shembull, nëse gruaja ka kërku kur është bërë akti martesor, gruaja ka kërku, thotë, unë kërkoj që të më jepet e drejta e punësimit mas martesës. Edhe djali e ka liu, pas një kohë ja ndalon. Thotë jo, nuk di që të kom thonë. Atëherë do të sillen dëshmitarët që ta dëshmojnë këtë. E të ngjashme do thotë raste. Po. Hoxh, na e dim që ju për dëshmëri keni shumë angazhim rreth këtyre tematikave, do të thonë çështjeve martesore. Me cilat mendon që sot çiftet me problemet që ballafaqohen mas shumti sot? Ne jemi duke jetuar në kohën e globalizmit. Dhe derisa jemi duke jetuar si të tillë, nuk po flas vetëm shoqëria jon, po flas në tërësi, do thotë shoqëritë në gjitha vendet, atëherë i bie që patjetër jemi pjesë e globalizmit, që i bie se nuk jemi duke i rujt traditat tona, parimet tona, rregullat tona e kështu me radhë, dhe më shumë ti mendoj që në kohën tonë janë kriteret e paarritshme ose ndikimi prej shoqërive të tjera. Në këtë rast po flas ndikimi nga shoqëritë evropiane, duke qenë se në fakt Evropa jo tani, po që nga mesi i shekullit kalon ka paraqit një krizë të madhe sociale. Divorci, domethënë në Evropë sillet dikon 60-70% varion prej shtetit në shtet, mirë pa aty sillet të shtetet e mëdha evropiane dhe fatkeqësisht ky problem ka filluar me u paraqit tek ne, do thotë divorci ka kaluar dyshifror në vendin tonë, po flas viteve të fundit, duke qenë që para 25 vite ose 30 vite tek ne ka qenë pothuajse inekzistent, aq pak ka qenë divorci sa që nuk është përmend. Kemi tani këtu kushte të reja, sepse ne jemi një shoqëri ende në tranzicion, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ekonomik, dhe tani kemi kërkesa të reja për gjenerata të reja, mundësitë ekonomike nuk janë shumë të favorshme dhe shpeshherë këtu bëhen shkak i ndarjeve. Është edhe një problem tjetër që unë nuk du ta mshefi, du ta publikoj këtu sepse është interes mendoj i shoqërisë tonë. Kemi një problem që shpeshherë familjet po them përzihen në jetën private të çiftëve të ri, edhe kjo bën shumë problem. Që i bie se
Unë them që fëmia duhet me konsultu me prind, edhe me antar tjetë familjes, edhe me të moshëritur, mirë po jo detyrimisht të bëjmë presion të jeta e fëmijëve, të ndikojmë në privatësinë e tyre, sepse ne i takojmë një gjeneratës që jemi rrit pa teknologji, një gjeneratës që kemi kalon një jetë këtë më ndryshe. Gjenerata e re kalon një formë tjetër tjetës. Pse ka nevojë të përzihet ose të ndikojmë, të ndërhyjmë të më mirë në privatësinë e tyre. Për shembull, nuk parashihet për shembull të jetojnë ndamas çifti i ri. Kjo të na është shumë marrë e madhe, shumë siklet i madh, për shembull, nusja ju kish da. Në atë ditë që ardh ju kish da. Jo, kjo është gabim i madh. Ata mund ta kenë privatësi me një banesë afër, por shërbimet, pjesa tjetër familjare është e përbashkët. Aq më tepër ku nuk kanë kushte të volitshme, ku për shembull shumë antar, shumë vëllezër jetojnë me një shtëpi të vogël, ose me një banesë të vogël, dhe këtu lindin konfliktet. Shpeshherë kjo gabim. Ose në privatësi tjera, për shembull, ka ardhur nusja shumë normale, vjen për një familje tjetër, me një traditë tjetër, me një qasje tjetër, do të thotë ndërhyn te gardaroba saj, te qasja e jetës saj, kjo është gabim. Domthonë këto gjëra i ka rregulluar Islami me kohë, mirë po ne duhet të cekmi që jo detyrimisht nusja do të shkrihet në të gjitha traditat që ka familja. Ne do të shkrihemi në parime, jo edhe në traditë. Prandaj këtu dhe kemi imponime, kjo dhe shpeshherë e prish martesën të gjenerata e re, sepse gjenerata e re pra nuk mund të dakordohet me mendsinë po flas, me mendsinë e gjeneratës të vjetër që ka disa prej mendësisë që nuk shkon as me Islam, nuk ka asgjë të bëjë me Islam. Pra unë jam të fol në aspektin tradicional, jo në aspektin fetar, sepse në aspektin fetar respekti, konditat, parimet ato do të jenë. Mirë po në po flas në aspektin tradicional ku shpeshherë prindët ndërhyjnë pra në privatësinë edhe djalit ose të vajzës, edhe pastaj vije deri te ndarja. Po. Hoq nuk mundemi ka mundësi që kthehemi prapë te këto pjesë, se di që është temë shumë e gjonë dhe kemi nevojë për shumë kohë. Te pjesa e martesave që sot flitet, edhe përderisa flitet, do më thonë, janë ekzistente martesat e fshehta. Çka nënkuptohet, ose e fshet i bjen që, do më thonë, të tjerët nuk e din. A ekziston një martesë e fshet sipas Islamit? Këto fillimisht si martesa të vëndshme, nuk kanë ekzistuar, janë shumë të vëndshme, nga shekulli i kaluar edhe në tokat arabe islame. Zakonisht janë martesa të natës i quajnë ashtu, që personat dojnë, do thotë shpesh herë ka lloje prej tyre që ta din vetëm çiftët, nuk pranojnë dëshmitar, nuk duan ta din familja, kjo ndalohet në Islam. Momentin që martesa i plotson ato standardet e përgjithshme, siç tham, pranim pëlqimi prej çiftëve në radhë parë, pastaj pëlqimi kujdestarit vajzës, pastaj prania dy dëshmitarëve, përcaktimi i mehrit dhe dhuratës të martesës, ky është një çaj, ky është kurora. Tani ka disa prej tyre që këtë lloj martesës, sidomos te poligamia, ku flitet martesa e dytë, nuk dojnë ta e publikojnë. Nëse fetarisht janë qito kritere prezente, legjitimohet martesa. Mirë po ka prej dietarëve islam, që unë edhe e përkrahi, që nuk e parashohin si të papëlqyer këtë lloj martese. Okay. Pse? Për faktin se prap këtu privohet femra. Prap këtu diskriminohet femra, diskriminohet madje edhe familja në tërësi, kanë mu diskriminohet dhe fëmija që vinë. Pse? Se nga martesa e fshehur, kanë me ardhur fëmijë të fshehur. Ka mu kriju familje fshehur. Islami nuk ka ardhur gjëra të bëhen fshehur azi. Pra, jeta bëhet shumë publike. Prandaj, jo detyrimisht nuk kërkohet të gjitha shkollat juridike publikimi haptas. Është vetëm e preferuar. Rrahja defit, siç njihet tek ne, kjo është e preferuar, me një shkollë juridike të Malikit është obligative, por jo edhe te shkolla Hanefite dhe disa shkolla tjera, nuk është kusht. Pra merren si ta din familjet, dëshmitarët, ajo është legjitime. Mirë po, ne po e theksojmë që
ka fillu me u bë tani traditë kjo martesa e fshehur, unë konsideroj se është në dëm të shoqërisë. Dhe prindët duhet të vetëdijsohen për faktin se martesa nuk është sot për nesër, martesa është një jetë e tërë, ka rregulla, ka obligime, nesër vin fëmia, pse ata fëmijë mundi të turpru, madje ata kanë mobilizu prej shoqërisë, prej moshatarës, sepse nuk din do të thotë për shumë gjëra që i nevojitin jetës. Kështu që martesa duhet bëhet legale, martesa duhet bëhet siç ka qenë në traditën tonë të përditshme. Po, kjo martesa e fshet që sqarut hoxhjo, do të thonë ka fillu, do të thonë me u bë një farforme, edhe pse ju përmendet në shtetet arabe që është bën kohrat e mëhershme, na tash këtu po flasim, do të thonë për ne si komunitet musliman. Përndryshe jam shumë e vetëdijshme që te pjesa tjetër e shoqërisë këto gjëra bëhen, do të thonë pa hezitim, do të thonë degradohet roli i femrës në shumë forma, e na këtu jemi tu e pa, do të thonë ruajtjen e pozicionit të gruas në të gjitha, do të thonë në të gjitha nivelet. Po du pak, do të thonë me e diskutu kur një çift mundet me shku te divorci, ose çka e dërgon një çift, ose çka është e arsyeshme fetarisht që një çift, do të thonë me i thonë ju si hoxh ose si person kompetent për çështjet e martesave, me i thonë që po që tu jeni të ndarja. Po. Më lejo që ti kthej edhe pak një çështjes që ti e theksove që është shumë e rëndësishme. Pra, ju e theksuat që do thotë kështu dëmtohet njeriu me theks veçantë femra. Pra, ta din audienca e juaj që Islami në tërësi ka ardhur me mbrojt të drejtat e atyre që janë më të dopt. Në këtë radhë është femra edhe fëmiu dhe i moshuari. Sepse Zoti njerëz nuk i ka kriju njësoj, sepse i ka ndalë detyrat. Atëherë, Islami ka ardhur pikërisht, edhe ju e vërejt gjatë diskutimit tim, që në disa herë theksova që dëmtohet femra, edhe ne jemi për me mbrojt të drejtat të gjithëve, po me theks të veçantë atyre që janë të dopt, femra, fëmiu, i mitori ose e mitura e kështu me radhë. Në këtë rast, nga të gjitha ose shmangja nga aspekti ligjor, në radhë parë dëmton femrën, sidomos te martesa e fshehur. Pra, nëse po themi nuk plotësohen të drejtat kurore, sa e më nuk quhet nikah, po edhe nëse plotësohen, por kjo legalizohet edhe bëhet e njohur në shoqëri, gjithsesi që shoqëria do të deformohet. Prandaj ne themi që ashtu siç ka qenë martesa tek ne ka qenë edhe në konditat fetare e plotësuar, po edhe tradicionalisht ne kemi dhënë një shembulltyr pozitive. Sa i përket divorcit, në radhë parë do thotë Islami çështjen e divorcit, juristët musliman parimisht ka prej shkollave, sidomos shkolla hanefite është më strikte në këtë aspekt dhe kanë përkrahur edhe shumë shkolla tjera që e konsiderojnë parimisht divorcin të ndaluar, jo një derë të hapur për çdo kënd që të bëhet, po themi, lojë, që sikur që e shumit e shumë të ri sot që për një qef, për një, siç edhe formulojnë të rit, për një kafe që nuk i ka pëlqyer njëri tjetrit e prishin martesën, pra feja islame është strikt në këtë aspekt, prandaj edhe justifikohen edhe me faktet përgjithshme kuranore ose edhe thonje profetike, është një thonje profetike që në aspektin e zinxhirit e transmetimit nuk është shumë i fuqishëm, por përdoret si argument, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë se prej gjërave të lejuara, por shumë të urryera është divorci. Pra dhe me këtë thënie justifikohen shumë jurist me qëllim që ta e mbrojnë martesën. Edhe zatën të gjitha faktet hyjnore të shpalljes kanë ardhur që me rujt martesën. Prandaj martesa rënohet ku fillimisht nuk ka dakordim. Unë e them shkurt edhe thjesht, nxitimi në martesë, nxitimi pa i shqyrtu gjërat mirë e rrezikon martesën ose vije deri te divorci. Për atë arsye kërkohet që periudha para fejesës, e sidomos nga fejesa deri në martesë, duhet të shqyrtohen gjërat mirë. A përshtaten aspektin fetar, a përshtaten aspektin mental, a përshtaten nga aspekti ideor, se gjitha këto janë mozaik të vlerave në martesë. Sidomos në kohën tonë ne po flasmi, sepse nëse flasim kohën para 30-40 viteve, standardi i jetës tek ne ka qenë ndryshe. Që i bie se ka qenë
edhe një lloj standardi unikat, po edhe imponues pak a shumë. Familja ka vendosur për fatin edhe të vajzës edhe djalit, shoqëria ka ekzistuar kësaj. Për atë arsye s'ka pas shumë ndarje. Në kohën që po jetojmë tani, është më islam, domethënë është më afër islamit. Pse vendos për fatin e tij ai ose ajo. Kjo është do thotë kështu thret Islami. Mirë po, shpesh herë do thotë tek tritë gjenerat e reja prin ose emocionet janë para realitetit. Dhe vendos për martesë me një vajzë ose vajza me një djalë, duke shiku aspektin pra konfigurativ të jashtëm, ose aspektin vizual, ose aspektin fizikut e kështu me radhë, dhe në bazë të këtij kriteri vendos. Pasi të vendos për fejes, madje mund ta zbaton edhe aktin e kurorës, sheh që nuk përshtaten. Edhe vin deri te zbehja e raporteve. Pastaj do thotë këtu kemi prej faktorë ose arsye të ndarjes kemi ku janë shtu kriteret, për shembull ku vajza ose djali për shembull jetojnë në Kosovë me kriteret e Evropës. Kjo është problem, ne duhet jetojmë me kriteret tona në bazë standardeve tona. Pastaj ka mos përshtatshmëri te standardi i jetës, ku familjet për shembull kanë një diskrepancë të madhe. Vajza për shembull ka jetuar me një familje intelektuale, madje edhe ekonomikisht ngritur, djali nuk e ka kët, edhe ajo nuk përshtatet ose ana sjelltas. Këto gjëra duhet të shikohen se janë plotësime të standardeve të kohës. Këto janë disa po themi prej gjërave që nuk përshtaten, kemi raste për shembull ku kërkesa thash janë marramendse, mund të jenë të gjinia femërore të vajzat për shembull kërkon kritere, vajza është praktikuese fes, kriteret i kërkon të tokave arabe. Thotë se në tokat arabe vajzat e kërkojnë këtë dhurat martesë mehrin. Jo, ne do ta kërkojmë mehrin në bazë standardeve tona që i kemi. Ndëgjueshmëria ka njëherë ka mungesë të ndëgjueshmërisë si rezultat i mos kuptimit të drejtave dhe obligimeve. Por ne do ta kuptojmë që burri ka tjera obligime, gruaja ka tjera obligime. Kanë të drejta secila palë, por secila duhet t'i ruaj të drejtat dhe obligimet. Shpeshherë ndërhyn tek pala e kundërt. Pra në këtë rast, djali ndërhyn të drejtat e vajzës, ose vajza, gruaja të drejtat e djalit, burri në këtë rast, edhe këtu vjen te shpërfillja e obligimeve, te zemërimi, te hedhërimi edhe vjen deri te prisja martesë. Hoq, sot kemi qasje, domethënë, përmes rrjeteve sociale, me dëgju edhe imam ose hoxhallar tjerë të vendeve që jetojnë, domethënë, në perëndim, vendet që janë kryesisht jo musliman, mirë po ata funksionojnë, jetojnë muslimanët atje. Kemi dëgju, do të thotë, prej këtyre ligjëruesve që mirën me çështjet e martesës, të cilët theksojnë se gruaja ka raste kur sot një grua muslimane shkon tek një hoxh, edhe do të thonë problematike saj është mos përmbushja emocionale nga ana e burrit. Do thotë burri qëndron mirë financiarisht, burri kujdeset për fëmijët sipas obligimeve që ai ka si bab, njëkohësisht ana financiare qëndron mirë po gruaja kërkon divorcin për shkak të mos vëmendjes nga ana e burrit. A është kjo një faktor i cili është i qëndrueshëm që gruaja me kërku divorc? Ka raste të tilla edhe në vendin tonë, jo vetëm në Evropë, unë kam përditshmëri të këtyre. Për shembull, ku gruaja thotë nuk më jep vëmendjen e duhur burri, a mund të ketë kështu ka. Për shembull, unë edhe shfryzoj rastin prapë me bothiri këtu nga ky pozicion, që burri do ta ketë në hatër dhe do të jetë i vëmendshëm se gruaja për shembull e pret të ditën, sidomos ne po flasim për gratë që janë familjare, që kujdesen për edukimin e fëmijëve, qoftë gjatë periudhës së lehonis, qoftë më pastaj, vjen burri nga puna dhe nuk jep vëmendjen e duhur për shembull bisedes, hyn drejt në rrjete sociale, kalon një kohë gjatë në rrjete sociale, është natyrë e gruas që ta humb besimin te pala tjetër dhe të krijon një lloj dyshimi paragjikues që mos vallë ai mund ta ketë dikon tjetër ose të anën ka dikush tjetër. A mund ta ketë me vend
gruaja këtë paragjykim. Mund ta ketë me vend nëse kjo shkon do thotë bëhet për dëshmëri, bëhet po themi bëhet të burrin po themi një pjesë standard i jetës, ku ai nuk jep vëmendjen e duhur as gruas as fëmijëve, atë domosdoshmë është gabim. Mirë po, a duhet që ky problem të bëhet faktor i ndarës? Jo. Ne duhet ta trajtojmë këtë problem, se nëse shkojmë ne me kësi standarde, nuk do të mbetet në martesë, po them asnjë çift, sepse nuk ka çift që nuk kanë probleme, por ky problem duhet të trajtohet, duhet të vetëdijsohet burri në këtë rast që pjesën kur të kthehet nga puna, do të ulet me gruan, do t'jap vëmendjen kërkesave të saj. Shkurt një jetë thjesht ta pyet për obligimet e saj, lodhjen e saj, ndaj përditshmëri ose ndaj risi gjatë ditës, me qëllim që gruaja ta kupton se burri ka interesimin e tij për te, sepse shpeshherë anon te gjinja femërore kjo çështje, por jo dhe të bëhet kjo shkak i ndarjes tash. Po. Hoq, nuk po mundem edhe pa u ndal te pjesa e, domethënë kur vjen puna te divorci, te ndarja. Qysh e shihni ju si një person që keni kontakte të përditshme me rastet e tilla në shoqërinë tonë? Fajtori, dim që gjithmonë ndonjëherë mbetet edhe jetim edhe gjithmonë ekzistojnë dy palë, unë konsideroj që janë fajtor. Asnjëherë nuk është 100% njëra palë, njëri mund të jetë pak më investues në faj ndoshta, mirë po që është i përbashkët gjithsesi. Por, te kjo përqindja, kush konsideroni që më thonë e ka atë përgjegjësinë më të madhe sa i përket pjesës divorceve tek ne sot, duke u bazuar në punën e juaj të përditshme? Po, mund të them sinqerisht me që ne tham po jetojmë në shoqëri tani, po jetojmë në globalizëm, të dy gjinit janë të ndikuara prej shoqërive të tjera dhe varion rasti pe rastit, mirë po aty sillen. Mund të them 50-50 sillet fajësia, po themi, ku për shembull gjinia mashkullore në këtë rast, burri kërkon standarde të gjeneratave të kaluara me i apliku në këtë gjenerat. Edhe kjo dëmton martesën, për shembull thjesht që nuk janë dakordun gjatë aktit martesor, sepse nëse pajtojmë në aktin martesor që gruaja mos të punon, kujdeset për fëmijë, ka pranuar gruaja është okay. Mirë, po nëse ndodhe kundërta, atëherë bie që ti ja ke uzurpuar të drejtën e saj, sepse jeni dakordu që ajo të punojnë. Po flasim gjithmonë mbrana kornizave që i lejohet puna saj. Ose për ndonjë standard tjetër. Ose gruaja për shembull kërkon standard jetës që e ka të pamundshme burri, për shembull kërkon kushtet jetesës, do thotë që burri nuk mund me arrit për momentin. Për shembull mosha e tij është moshë, po themi 20-25 vjeçare, ende është fillimi i karrierës, aja kërkon për shembull standarde të një banese luks, të një veture luks, e të ngjashme pushime, do thotë kohë pas kohë me kështu me radhë, nuk mund mi arrit edhe vihet e zbehja e raporteve të prishja e martesës. Këto janë më shumë që sillen në kohën tonë. Tradhtia është shumë e theksuar në këtë kohë, po themi kushtimisht për dy gjinive, por bukur shumë anon gjinia femërore, gjithsesi ka hisë edhe gjinia mashkullore. Krejt këto vinë si rezultat, do thot, i shpërfillës ndaj normave fetare islame, sepse momentin që të dy gjinit e kanë frikë Allahun edhe i zbatojnë normat fetare, atër do më thonë që qëndrojnë mbrana kornizave dhe nuk vijë deri te ky problem. Prandaj dhe themi që prisha martesës nuk ka vetëm një akt, por ka rregulla dhe ka norma që i bie se fillimisht duhet palet, unë po flas nga aspekti praktik që do duhet të ekzistonte. Ashtu siç ka ndodhur kontrata martesore me dashamirësi, me mirë kuptim, prap do të ndodhë edhe divorci si i tillë. Pra, do të duhej bashkëshortët me ul, me kokë të ftoftë, me qetësi, edhe me e analizu për kaq periudhë sa kanë jetu, e shohin që nuk mund ta vazhdojnë jetën martesore për shkak se nuk përshtaten, po themi, qoftë në aspektin fetar apo aspekti fetar është falën të dytë, mirë po aspekti mental mungon. Pra, për shembull, njëri ka kriza mentale, ka nervozën, ka për shembull ballafaqohet me ankth, ballafaqohet me probleme të ngjashme, pala tjetër është më e qetë edhe ka tentu, ka provu, do thot me te kalu këtë krizë nuk ja del, ose ushtrohet edhe dhunë
përveç dhunës fizike dhe dhunë psikologjike e vazhdueshme, nuk zbatohen të drejtat, atëherë gruaja për shembull i thotë që unë nuk muj me vazhdu më gjatë, duhet të tërhiqem. Burri në këtë rast nuk jep divorcin. Pra nuk jep, edhe pse do duhej që në momentin që nuk hec martesa, do duhej me dashamirësi me përfundu, sepse Allah kështu na preferon Kur'an, na sugjeron fe imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah thot, ose kaloni jetë mirë ose ndanu me mirësi. Në momentin që burri nuk ja afron divorcin dhe e mon peng gruan në presionin e ankthit po themi dhe të krizës psikologjike, atëherë do thot duhet të ndërmjetëson dikush që ti mundësot gruas e drejta e tërheqjes nga martesa që është huli. Do më thonë që do thot të ndodhë ndarja me të drejten e kompromisit të kthimit të dhuratës së martesës. Kur po thuni hoxh, duhet të ndërmjetëson dikush. Kush është ai personi që duhet? Në radhë parë, nëse anëtarët e familjes, prind, janë të denjë, do duhej ata. Mirë po në shoqërinë tonë, po të vajzës dhe djalit. Okay. Nëse ata nuk mundin me ndiku dhe nuk janë të denjë të ndërmjetësojnë, nuk kanë aftësi, atëherë më së miri është më drejtu një hoxhe i cili është më i thirrur ose edhe një grup i hoxhallarëve, 2-3 hoxhallarë edhe e trajtojnë do thot këtë rast dhe vinë të një përfundim që të vazhdohet martesa me këto kushte, i vendosin ata disa kritere, ose vinë përfundim që të vinë të ndarja. Hoqë, ka kohë që më kanë njoftu regjia që koha ka përfundu, po nuk mundem nuk përmbushet tema, pa e ditë edhe disa elementet vogla të pjesa a divorcit. Një qift vendosi me mirësi, me shpresë që me mirësi, me unda. Çka tutje, cila është procedura tutje? Po, në momentin që ndodh ndarja, shqiptohet ndarja nga ana e burrit. Zoti kështu e kalon divorcin dorën e burrit. Arsyet janë shumëta që tani nuk më premton koha ti theksoj. Edhe ndodhi ndarja, atëherë do thotë femra ka filluar në periudhën e pritjes, që quhet në gjuhën e fesë ideti. Po. Në 3 cikle menstruale, atë mbrana qësoj kohë, mbrana 3 cikle menstruale, nëse pajtohen, kthehen në jetën martesore. Kjo quhet një ndarje. Ku qëndrojnë ata gjatë qësoj kohë? Gjatë qësoj kohë zakonisht është e preferuar me qëndru gruaja në shtëpinë e burrit. Para pëlqet, madje ka thirrje kuranore. Kapiteni i divorcit në citatin e parë, Zoti i Madhreshëm i drejtohet pejgamberit alayhissalam që neve të na vetdison. Kur ndodh ndarja, të ndodh gruaja në shtëpinë madje të saj thot Allahu. Ani pse është shtëpia e burrit, po Allah ja atribon gruas. Pse? Sepse ajo është pjesë e tina. Pse kjo kështu? Për faktin se nëse ka hatërmbetje, ka disa gjëra të imta neutralizohen edhe kthehen jetën martesore. Pra, çfarë statusi merr kjo? Kjo merr statusin që ka ndodhur një ndarje, regjistrohet një ndarje, por nuk ka nevojë për kontratë të re. Nëse ka ndodhur mbrana 3 cikleve, nëse kalojnë 3 cikle menstruale, nuk ka kthim. Atëherë kjo ndodh një ndarje e madhe. Nëse mos kanë interesim, atëherë gruaja veç mund të shprehë interesim për një martesë të re. Pra, në momentin kalojnë që 3 muaj sipas disa juristëve ose 3 cikle menstruale, gruaja veç ka të drejtë, s'ka interesim për me u kthy, atëherë ajo ka drejtë të martohet dikon tjetër. Kaq edhe do thotë kjo quhet. Nëse gjatë këtyre 3 muajve, do thonë rezulton që gruaja mundet me qenë shtatzon. Nëse mundet me qenë shtatzon, atëherë do thonë nuk ka të drejtë rimartese deri në lindje, derisa ta lind fëmijën. Ata qëndrojnë të ndarë. Edhe një detaj këtu. Nëse gruaja njihet e rrezikon në shtëpinë e burrit, ka të drejtë të qëndrojë në shtëpinë e saj. Pra i lejohet fetarisht të qëndrojë në shtëpinë e saj, nëse nuk njihet mirë ose ka presion ose ka frikë dhune qoftë edhe psiqike, ka të drejtë të qëndrojë në shtëpinë e saj derisa të lind. Në momentin që lind, do thotë ajo veç aty e merr statusin ndarja të plot. Po. Domethënë gjatë këtyre 3 cikleve a konsiderohen të huaj apo kanë të drejtë komunikimi bashkëshortet? Kanë të drejtë komunikimi, pra kanë të drejtë komunikimi, nëse janë, prapë po them, mund të kenë fëmijë se varësisht edhe për formulimit të jetës, kanë të drejtë komunikimi, nëse është ndarja e parë ose e dytë. Nëse ndodh ndarja e tretë, atëherë ndërpritet komunikimi fizik. Nuk kanë të drejtë pra të flenë me një dhomë, me një shtrat, sepse ka ndodhur ndarja e tretë. Mirë, po nëse është hera e parë ose e dytë, ata kanë të drejtë. Pse? Sepse arsyeja që Islami ka parapo këtë normë që
periudha pritje të jetë 3 cikle menstruale ose 3 muaj, arsyeja është e përmirësimit të raporteve. A nëse ka ndodhur për herë të tretë divorci, atëherë ata nuk kanë drejt më rikthy derisa të martohet gruaja pra dikon tjetër. Nëse ndodh prap divorci atje, ka të drejtë i kthehet pra burrit parë. Po. Hoq, kemi raste, domethënë kur çiftet ndahen, mirë po me idenë e tyre për hatër të fëmijëve, domethënë realizojnë takime që fëmijët me përjetu ma lehtë ndarjen, edhe domethënë dalin diku jashtë, që fëmijët me u taku me të dy prindërit bashkë, por realisht ata fetarisht janë të divorcuar. A është diçka që duhet me u apliku? Jo, ata janë personat huj. Ata janë personat huj, ata nëse ju ka ndodhur vetëm një ndarje, edhe nuk është martuar ajo gru, nona e fëmijëve, ajo ka të drejtë i kthehet për martesës me atë burr. Po edhe kur dal me mendimin që domethënë po kthehem. Po, kjo është. Por jo me mendimin që jemi divorcuar. Jo, do thotë sepse në fakt që në Islam ndalohet, sepse ajo është e huja. Nëse ajo thotë që unë nuk jam i interesuar me u martu me te, jemi divorcuar për herë ose burri ka divorcuar për herë, ata janë të huj, nuk kanë të drejtë vetmije mo. Kanë të drejtë komunikimi formal, por ndonjë të drejtë që përket fëmijëve. Për shembull, kërkesat që nëse fëmia i nën mbikëqyrjen e nënës ende, ka të drejtë të komunikoj pra verbalisht me qëllim që të mos vijë deri te takimi fizik. Pra ndalohet takimi fizik, ndalohet pra vetmia sepse ata janë persona të huj. Shkurt ky konsiderohet amoralitet. Po, e qartë. Hoq, për fund një mesazh për krejt ata të cilët dojnë me u martu apo që ndrojnë në martesë mirë po kanë probleme. Mesazhi im do të ishte që ata të cilët janë para martesës ose në hyrje të martesës të jenë vigjilent, të kujdesshëm, mos të vendosin për fatin e jetës së tyre në gjendje emocionale, pa e trajtuar çështjen mirë të gruas ose gruaja të burrit dhe pa i plotësuar standardet që i përshtaten njëri tjetrit. Ata të cilët janë në martesë, ta e kuptojnë që martesa është institucioni më i rëndësishëm në jetën sociale. Ky institucion nëse funksionon mirë, ne jemi të lumtur. Prandaj ta e ruajnë, të vetëdijsohen, të i kalojnë gjërat të cilat janë të përditshmëri, pra hatërmbetjet, ta e kuptojnë këtë institucion me prioritet në jetë, sepse prioritet të martuarit duhet ta kenë rujtjen e martesës, për faktin se rujtja e martesës determinon edhe rujtjen e familjes, të fëmijëve kështu me radhë, dhe aty ku kanë probleme të mundohen problemet nëse nuk mund të zgjidhin vetë, ti orientohen, ti drejtohen një personelit i cili është i thirrur që të kalohen problemet sepse nuk ka problem që nuk zgjidhet. Hoq, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë kontribut, për shkak se llogarisë kontribut shumë të madh për shoqërinë. Gjithë këto informacione. Faleminderit shumë, e shpresoj që kemi me ju pas prap me një temë të tillë, për shkak se e dim që është tepër e nevojshme. Me lejen e Zotit, faleminderit ju. Mirupafshim në podcastin e radhës.